Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin, prisni limonin dhe mbajini në dhomë, ky truk do t'ju ndryshojë jetën. Ka shumë më tepër përdorime për limonin se sa thjesht për të bërë një limonadë. Ky agrum i dashur mundet që të veprojë si një pastrues, si një antibiotik për aknet në fytyrë. Por a e dini se vetëm duke fjetur pranë limonit të prerë në tryezën e natës, mund të merrni disa nga këto përfitime? Thjesht duke thithur aromën e një limoni, ju përfitoni uljen e niveleve të ankthit, zvogëlimin e stresit, një ndjesi të përgjithshme qetësuese, rritjen e vigjilencës, reduktimin potencial të presionit të gjakut, qetësimin e alergjive dhe gjithashtu rritjen e produktivitetit. Përfitimet shëndetësore që të gjithë po flasim janë në të vërtetë vetëm efekt i aromaterapisë. Ideja është që nëse ju vendosni disa feta limoni pranë shtratit tuaj, atëherë ju do të thithni aromën delikate të limonit gjatë natës. Limoni është përdorur gjithashtu si një vaj esencial i fuqishëm dhe është kredituar me përfitime të tilla si rritja e përqendrimit, ulja e nivelit të stresit. Ka shumë të ngjarë që është rezultati i rritjes së prodhimit të serotoninës dhe një efekt qetësues në sistemin e frymëmarrjes, ndërsa shumica e përfitimeve të gjumit nga një limon i prerë pranë jush janë të lidhura njëkohësisht me shëndetin, ka edhe disa përfitime të tjera. Njëra prej tyre mban milingona të largë dhe në qoftë se ju keni një infektim të milingonave, thjesht fshini lëngun e limonit të prerë afër ose rreth çdo hyrje të mundshme. Limonët gjithashtu veprojnë edhe si një freskues natyral. Limonët, përveç të qenurit agrume të pasura me proteina, minerale dhe lëndë ushqyese, janë njëkohësisht të domosdoshme për të mbajtur trupin tuaj në lëvizje të vazhdueshme. Janë një nga komponentët të cilët tërheqin energji të mirë dhe gjithashtu largojnë ato të këqija. Këto fruta përdoren në Feng Shui dhe Budizëm për të shmangur shpirtrat e këqinj dhe vendosja e tyre në dhomën tuaj mundet të ndryshojë jetën tuaj. Shumë kultura nga ana tjetër kanë pohuar se pas kryerjes së ritualeve energjike me limon të freskët, jeta e tyre ka ndryshuar rrënjësisht dhe përgjithmonë, duke mos përjetuar më stres, duke ndryshuar emocionet dhe hidhërimin e trupit. Dëshironi të dini se si të hiqni të gjitha ndikimet negative nga jeta juaj. Limon me krip. Ky ritual mundet që të përmirësojë energjinë tuaj shpirtërore, thjesht duke e vënë atë në dhomën e gjumit. Për të përgatitur këtë ritual, duhet që të merrni një limon të freskët dhe me thikë ta prisni atë kryq, por gjysmë, jo plotësisht. Në secilën pjesë ju të vendosni pak krip. Pas kësaj mbylleni dhe vendoseni nën shtratë të mes të tryezës ose në një cep të hyrjes në shtëpinë tuaj. Kështu ju do të kuptoni se të gjitha energjitë negative, mendimet e këqija dhe gjithashtu ngarkesat e rënda do të absorbohen nga fruta dhe do të mbizotërojnë vetëm energjitë pozitive, dashuria, prosperiteti dhe bollëku. Bëni këtë për 3 ditë radhasi dhe kështu ju do të shikoni ndryshimin. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual relativisht i thjeshtë sepse e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një limon dhe ta vendosni në çantën tuaj përpara se ju të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë ditës me vete dhe kur të ktheheni në shtëpi do të vini re se ai është tharë. Kjo është për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe ne tentojmë të absorbojmë energjitë negative. Prandaj, para se ato energji negative të kalojnë në trupin ton dhe shpirtin ton, ato tërhiqen nga agrumet. Lëng limoni. Ju mund të përdorni lëng limoni të përzier me ujë për të pastruar pajisjet. Në këtë mënyrë ju do të shmangni të gjitha ngarkesat e rënda, mendimet e këqija dhe subjektet rreth jush. Gjethet e agrumeve. Besohet se nëse ju përgatisni një çaj me gjethe limoni dhe e pini
para se ju të shkoni në shtrat çdo natë për 7 ditë, rrisni përgjithmonë imunitetin tuaj. Ka njerëz që e kanë përdorur atë dhe rezultatet e para janë shfaqur që nga dita e parë. Për këtë arsye, e mira është që ju ta përdorni limonin në çdo aspekt të jetës tuaj, pasi përfitimet që do të keni prej tij janë thjesht të mahniqme. Dhe kështu, limoni ka benefite të pafundme shëndetësore, po aq sa edhe të tjera. Prandaj limoni është tepër i jashtëzakonshëm për shëndetin tonë. Sidomos të gjithë ne njohim edhe ujin me limon, i cili ofron përfitime të mahniqme për organizmin. Në fakt, limonët janë të pasur me vitaminë C. Ata dihet se e përmbajnë këtë vitaminë, e cila është një vitaminë e dobishme që forcon sistemin tuaj imunitar, ndihmon trupin që të luftojë ftohje dhe përmirëson shëndetin e lëkurës duke rritur kështu edhe prodhimin e kolagjenit. Ka një ndikim tërësisht pozitiv në humbjen e peshës. Limonët janë gjithashtu të ulët në kalori dhe janë të pasur me fibra, veçanërisht pektin, e cila mundet që të ndihmojë në zgjatjen e ndjenjës së ngopjes dhe zvogëlimin e dëshirave të përgjithshme për ushqim, duke i bërë ato të shkëlqyera për humbje peshe. Ato përmirësojnë tretjen. Pirja ujit të ngrohtë me limon është gjëja e parë në mëngjes, e cila mundet t'ju ndihmojë në fillimin e punës së sistemit tretës. Limoni stimulon prodhimin e lëngjeve biliare, e cila ndihmon në zbërthimin e ushqimit dhe përmirësimin e përthithjes së lëndëve ushqyese. Mbron shëndetin tuaj kardiovaskular dhe gjithashtu vitamina C së bashku me fibrat e përbërësit e bimëve në limon janë të njohur nga shumë për të ulur presionin e gjakut dhe kolesterolit, duke ndihmuar në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Dhe limoni është i pasur me të gjitha këto lëndë ushqyese. Parandalon gurët në veshka. Acidi citrik në këtë frut mundet të parandalojë rritjen e gurëve në veshka, duke rritur volumin e urinës dhe duke ndihmuar në largimin e mineraleve që mund të shkaktojnë formimin e gurëve. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Antioksidantët në limon ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat dihen se shkaktojnë plakjen e lëkurës. Vitamina C ndihmon në reduktimin e linjave të imta dhe rrudhave dhe ndriçon tonin e lëkurës tuaj. Zvogëlon inflamacionin. Limonët kanë veti antiinflamatore, të cilat munden gjithashtu që të ndihmojnë në reduktimin e ëndjes dhe dhimbjes në kushte kronike si artriti. Ato gjithashtu janë të mira për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm të kyçeve. Freskon frymëmarrjen. Limonët kanë veti antibakteriale, të cilat mund të ndihmojnë në vrasjen e baktereve në gojë, duke reduktuar erën e keqe të gojës. Megjithatë, siguroni që të shpëlani dhëmbët me ujë më pas për të mbrojtur dhëmbët nga aciditeti. Përmirëson përthithjen e hekurit. Limonët përmbajnë acid citrik dhe vitaminë C, të cilat dihet se përmirësojnë përthithjen e hekurit nga ushqimet bimore që ju konsumoni. Kjo mundet të ndihmojë edhe në parandalimin e rrezikut të anemisë ose të mungesës së hekurit. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.